Skena e teatrit Anonza Koçajupi u gjallërua nga të qeshurat dhe duartrokitjet e publikut me komedin Guess Who's Back, një shfaqje plot situata humori dhe energji pozitive. Kjo komedi është një krimtari origjinale e aktorëve të rinj korçar, të cilët kanë sjellë në skenë talentin dhe freskinë e tyre artistike, duke marrë vlerësime dhe reagime pozitive nga publiku. Shfaqjet janë shitur për xhanet 5 sa di pa dalë akoma për një shfaqjes, kështu që premisat janë shumë të mëdha që kjo shfaqje të jetë gjatë. Do të vazhdojmë për disa javë për duke dhënë shfaqje në qytetet e tjera të Shqipërisë. Në qendër të shfaqjes ishte historia e një nëne dhe dy nipërve të saj, të cilët përfshihen në debate dhe situata komike, duke krijuar një rrjet ngjarjesh plot humor. Të gjitha janë të shpikura dhe reale të papara në skeçet tona më përpara, personazhet tona që ju i doni dhe i njihni, të vendosura në rrethana të tjera, vijnë afër jush me shumë humor, me shumë të qeshura. Kjo është një shfaqje që mund të cilësohet kabaret, ku aktorët përfshihen bashkë me publikun. Ne nuk themi në asnjë moment që unë jam vërtet gjyshja, ne themi jam Eugjini që po bëj si gjyshja, edhe kjo e bën edhe më të lehtë, edhe më limonate, edhe më tepër të prekshme dhe të kuptueshme nga njerëzit. Guess Who's Back solli në skenë një frym të re komedie, ndërsa publiku korçar e priti me entuziazëm dhe të qeshura pafund. Më pëlqen sepse flasin atë gjuhën tamam të kortë që ne jemi shumë të mirë. Bukur u kënaq. Shumë mirë. Jemi kënaqur jashtë mase. I falenderojmë nga zemra për këto momente të bukura. Shfaqja u mbyll me batutën "O bobo po unë se dinja" dhe do të shfaqet edhe për 2 net të tjera me radhë.